Mihal Davidi nga fshati Zhuk i Vlorës ishte rreth 18-19 vjeç kur i shkruajti diktatorit të atërshëm komunist Enver Hoxhës, si dhe presidiumi të Kuvendit Popullor, për të anulluar dhe për të kthyer mbrapsh urdhrin për mbylljen e kishave dhe mohimin e lirisë së besimit fetar. Mbas këtij veprimi të guximshëm, sigurimi i shtetit e arrestoi, e burgosën, e torturuan dhe më pas, duke e quajtur person me probleme mendore, i dhan mjekimin e detyruar. Një dënim që të çonte në vdekje të sigurt. Por si i përballoi ai këto? Pyetjet e hetuesve, rrahjet në burg, presionin psikologjik që i bën që ai të pendoheshe se i kishte shkruar Enver Hoxhës. Si u përball me akuzën e prokurorisë së atërshme për krimin e agjitacion propagandës kundër pushtetit popullor nën influencën e pikpamjeve fetare. Si e trajtuan më pas si njeri me probleme mendore? Si ai arriti të përballoj mjekimin e detyruar që në fakt ishte në nështrim ndaj elektroshok dhe medikamenteve apo injeksioneve të bëra në mënyrë të detyrueshme dhe që sillnin një kolaps në organet e trupit të tij. Këto dhe të tjera do t'i ndiqni në episodin e ri të radhës në Dëshmi të Krishtera me Mihal Davidi. Po, në fakt, në këtë vit unë kam qenë ushtar në Korçë dhe atje e dëgjova këtë lajm të kobshëm për mbylljen e të gjitha institucionet fetare dhe dhimbja për mua ishte sigurisht sidomos për kishën ortodokse. Dhe atje ku isha me atë shoqërinë që kisha, e diskutonja që çfarë po bëhet kështu. Si mund ta heqim neve Zotin? Atëre, kuj do të lutemi neve? Kush është Zoti jonë? Nuk është as partia, as Enveri. Edhe më një shok që e kisha këtej Vlonjat, atje më tha, si shumë po e hap gojën ti, tha, po do të vinë ata të sigurimit dhe do të arrestojnë. Prandaj më mirë, i thashun, pse ne duhet të flasim, i thashun, ta ngrem zërin. E megjithatë, dikush spionoj atje, bëri një ashtu, më dha një shufur atje, nejse, e kalova atë. Sa vjeç ishte atëre? Atëre do të kam qenë 18 për 19. Kështu na mirin e ushtar atëre. Se ka qenë nëndori i 67-ës, kur unë vajt atje. Pastaj, pasi mbarove ushtrin, pa tjetër që atje u rritëm, dhe me thënë, u formuam më mirë aty në ushtri, u kthyem dhe shpresojmë që të gjenjim një atmosferë të mirë në vendin tonë, në vendlindjen tonë, por s'kishte asnjë atmosferë tjetër sepse mungonte Zoti. Unë ndjej një boshllëk të madh. Ishte jo thjesht varfëria ekonomike, buka me racion, punojnë një kooperativ si ata sklevrit e Babilonis, edhe, por sklavëria më e madhe ishte sklavëria shpirtërore, sepse nuk flisje do të për Zotin. Edhe po të flisje, mirë po unë e mora këtë vendim që duhet folur. Dhe çfarë vendimi morë? Çfarë bëhet konkretisht? Konkretisht, unë kisha një që e dashuronja, që mbasi erdhe në ushtria, një vajzë që dhe më donte dhe e donja, por mbasi unë çfaqa këto mendime dhe njerëzit më thanë që shiko se ai flet, jo do bëhet prifte, jo flet për besimin, e flet për fenë, këtë andaj prandaj largohu prej tija. Dhe
Ishte një goditje dhe fillon pastaj organizata e rinisë të më qortojt aty, megjithatë unë mora vendimin e rëndësishëm që duhet të shkruaj një letër të hapur qeverisë të asaj kohës, Enver Hoxhës dhe Kuvendit Popullor. Të nxiti dikush për këtë? Absolutisht jo, thjesht ishte një ndjenjë brendshme ime. Biles është e çuditshme sepse unë edhe me familjen, domethënë kush të familja ime, ishte babai, ishte nëna, ishin motrat, dhe vllai ishte shumë i vogël në atë kohë. Por motra e dytë, kur unë shkronja letrën, ajo kishte një parandjenjë, se unë i bënja në fshetësi këto. Sepse e dinja që do të më bënjë në blok, do të ndesheshin me mua edhe fizikisht. Edhe më vjen dhe thot, ti po shkroni gjithë keqe. Motra. I thot, çfarë shkruan, do ta thuash këtu hapur, se unë nuk të le të dalësh nga kjo dhomë. Edhe me një kërcënim të ashpër. I thash, nuk po shkruaj gjë, po i shkruaj letër një shoku që kam patur ushtar. Dale ta shoh atë letrën, dhe erdhi dhe filloi me forcë. Mirë po fuqia e burrit ishte më e madhe dhe unë e shmanga atë. Edhe ajo vajti tek nëna dhe i tha që vllai po na bëni gjithë keqe ne, unë e ndjej në zemrën time. Do na marrim qaf neve dhe gjithë farefisin. Unë i mbylla, i qetësova këtë andej të gjitha këto, e mora atë letrën pastaj, e përpunova, e hodha në të pastër dhe u nisa për në post, e postova. Por ka qenë një dy luftim shumë i ashpër. Kjo letër kujt i drejtohesh Emir? Kjo letër i drejtohesh Enver Hoxhës, Kuvendit Popullor, se ishte ajo instanca më e lartë asaj kohës, dhe Enver Hoxhës direkt. Dhe çfarë i shkruaje Enverit në këtë letër? Unë i shkruaja që ishte një gabim shumë i rënd që ke prishur kishat, se për kishën do të flisja, këtij komuniteti i përkisja. Prandaj duhet të lëshosh një urdhër, ta anallohet ky sepse është një vendim katastrofik për gjithë jetën e vendit dhe për gjithë jetën tonë. Ne nuk kemi tjetër zot. Kë zot do të thërresim ne? Gjithë bota e ka, kurse vetëm ne e kemi arritur këtë. E të tjera që janë dëshmi në atë letër që kam edhe dëshminë e gjykatës për këtë. Nuk ishe frikë Mihal që kjo do kishte pasojë? Me thënë të drejtën, një lloj frike e brendshme e ndjenja, po ai besimi dhe ajo këmbgulja ime që duhesh bërë diçka, ishte një zë i brendshëm që më thoshte, edhe duhesh ta qetësonja ndërjegjen, nuk mund të rrinja dot pa e bërë këtë, sepse ajo më brende, nuk më lindet qetë. Edhe e bëra. Dhe pasojat ishin, tani do përballeshe me pasojat e atij sistemi që ishte vrasës. Mbas sa ditësh filluan pasojat? Çfarë ndodhi? Filluan që të më merrin shkrimet, sepse për fatin e mirë dhe mua më trajtuan me shumë kujdes që mos ishte një tjetër që kishte shkruar këtë letër. Sepse unë kisha xhaxhan dëshmor, xhaxhan tim dhe xhaxhan e nënës, pra rritja nga një familje dëshmorësh. Por mbasi më morën shkrimin, që unë po i vëzhgonja me kujdes që ata po më ndiqin, e morën shkrimin, e ballafaqohen me letrën, u përputh ajo që ishte shkrimi im, dhe më arrestuan. Mbasi e zgjatën rreth një 3 muaj dhe mbas ushtrisë, domethënë kisha një 3-4 muaj që kisha liruar, më hodhën hekrat. Si ta arrestuan? Të erdhën në shtëpi si? Jo, më thanë që ti do të paraqitesh në Komitetin Ekzekutiv sepse me që je familje dëshmori, më tha ai kryetari i Këshillit, duhet të regjistrohesh në një kurs për elektricist. Do vesh në Vlorë. Edhe aty ku ishte gjykata vjetër në hyrje të Vlorës. Ishte si një karrem kjo? Kjo ishte një karrem. Po unë paka shumë e ndjenja, sepse mbas asaj makinës, ishin ato makinat e kooperativave në karoseri që hipin gjithë populli, e kupton, shikonja këtë gazin e degës, ta ishin të frikshëm. E thoshte, më duket se kam radhën unë sot. Edhe unë sa zbrita, dhe vajta afër të gjykatës, më dolen ata të sigurimit të shtetit, gjithë në emër të popullit e i arrestuar. Armik i klasës, maskara, hekurat, një të shtyme, një të futur brenda në atë xhipin e degës. Ndjeve frikë Mihal? Jo.
i thash, më thanë, do t'i shtrëngoj fort. Po shtrëngoj dhe bëj që të duha që, o qëng edhe trim ti, i tha. Ti lal, mizeqar, qëng edhe trim. Po, i thash, pse jo, mos t'jem trim. Unë kam 2 dëshmor, i thash, ta dheu, tash, që kanë luftuar. Dhe unë jam adhe dashës, i thash, nuk jam këshu. Aty në burg, pasaj, djetë, pasaj, qëfar... Qëndrove atje mjanë, erdi hetues të pyetën? Po, erdhen e hetues, fillon me të mirë, kush është grupi, kush të shtyti, si ndodhi kjo punë, nga kush mos ke lidhur me jashtë, me agenturet e jashtme, cili është të andej, unë thosha vetëm unë në ndërgjegjen time, as familja ime nuk di, asgjë. E para njerë që kjo ishte e vërteta, e dyta që nuk mund të ngatroja njerëz të tjerë, sepse ishte absurde, ta mendonje. Dhe aty pastaj e panë që së nëzirin gjë, dhe unë i thosha, kura i thoshte fol, me këke, grup të andej, dhe unë i thosha, ju keni letrën. Qëfar kërkoni nga mua? Edhe pastaj më morën shumë i natë dhe fillon të më ndëshkonjen, me raje, merin mes të natës, të jepin as ujë, të prisin bukën e ku di unë e gjërat tjera. Edhe kjo torturë vazhdoi. Po pastaj ka qenë një prokuror nga zona jonë këtej, ai ka qenë prokuror rrethit. Ai ishte në Tiranë, e quajnë Sotir Spiro atë, ka qenë në prokurorin e përgjithshme, edhe meqense ai kishte disa pikpamje që nuk përputheshin shumë me qeverinë dhe me mënyrat që po bënte, sidomos me Enver Hoxhën, e morë dhe e quajnë prokuror rrethi në zonën tonë këtej, në zonën e tia. Edhe në një moment të saktuar, kur unë isha në Biruc në një situatë të vështirë, kur isha dhe me temperaturë, më kishin rrahur, dhe më kishin rrahur me shqelme, me të gjitha, s'më jepin edhe ujë, edhe kisha të temperaturë dhe unë isha shtrirë dhe nuk kisha një 4-5 ditë pa ngrënë bukë, pinja nga pak ujë, dhe ai vjen, si duket, ai kishte tjera pikpamje, po nuk mund të qfajte. Vjen bashkë me kryetarin e degës, aty, edhe dëgjoj ato portat që ashtu dhe afrohet aty të dy, veshur me kostume ata, edhe më thot, pa qohu pak, që nga dhe i ri fare, a më njef mua? Me shumë autoritet. Po i thash, më duket se je prokurori, i thashun. I kunati i pilo rrungaje, sepse me këta rrungenjit ai kishte marrë, edhe ishte kunati, kishte edhe në motrën atje. Edhe, po me thënë, në këtë zonë ai kishte edhe fuqi që mund të bënte gjithë shka. Mirë më tha mua, qohu pak, u qova unë, po sa u qova në bryla, kështu se nuk isha dhe fuqi, edhe më tha mua, qëfar ke bërë? E thash, kam bërë një letër. Pse ke shkruar atë letër? I thash, kam shkruar që është bërë një gabim i rënd, dhe kjo, i thash, do ta çoj vendin edhe gjithë jetën e njerëzve në shkatërrim, i thash, sepse të mohosh Zotin, ta zbosh Zotin, i thash, me kushtetut, me dhun, i thash, kjo do të ketë pasoja, i thash. Po, tha, ti e di, tha, që këtë gjë e ka vendosur partia? Unë, tha, e jap jetën për partin. Po ti, më tha mua, nuk e jap jetën për partin? Me që edhe familje të shmori, jo, i thashun, nuk e jap jetën për partin. Unë thashun e jap jetën për Zotin. Për partin, thashun, Gjagjajin dhe Gjagjaj nënës, thashun, janë dëshmorë të luftës dhe unë jam patriot. Nuk i kam bërë gjë kësaj shoqërie, i thashun. Bile kam bërë një letër të hapur, një letër burrash, i thashun. Dhe e kam thënë fjallën, ashtu si thotë edhe vetë partia, i thashun, që ta thoni hapur atë që keni, bile kanë dalë ato fletrufet, ato të gjitha letër të hapura. Më tha mua, duhet të pendohesh ta,
duhet të reflektosh edhe duhet të shikojmë pak punën tonë, tha. Por është e para, tha, që ti duhet të reflektosh. Unë i thashë nuk kam çfarë reflektoj. Ato që e kam bërë dhe sot nuk e mohoj, thash, sigur të di, thash, që edhe të më vrisni po të doni. Por ama i thash, ju lutem, mos më ngatroni motrat, prindit e mi që s'din asgjë, i thash, sepse unë këtë e kam bërë individualisht, e kam marrë, është përgjegjësia ime, i thash, vetë. Edhe unë duhet t'jap llogari për këtë vetë, jo të ngatroni të tjerët. Dhe më shikoj, vinja re që po më shikonte me një admirimi, edhe u çudita që një prokuror bashkë me gjithë kryetarin e degës që unë ku mund ta shifja, dhe në ëndër se kisha para të kryetarin e degës, dhe me gjithë atë, ata më shikonin me një lloj simpatie aty, me një lloj admirimi. Po tha, ke një 4-5 ditë pa ngër bukë, tha. Po, i thash, s'ma hajt. Shiko si e bordulli verë, tha. Brenda, tha. As jashtë del të gjitha, tha. Kështu jam burrat, si ty tha, ti thua, tha, që jam dhe burr. Merë tani bukë, tha. Ke pagurën me ujë, bukën e ke aty, tha, sepse në Birus t'jepin ujë edhe bukë, thatë, asgjë tjetër. Edhe, ha bukë, tha, të marrësh fuqi, tha. Se s'ke fuqi, edhe bëu burr. Edhe unë në të vërtet, kjo ishte. Pastaj, kur ai u largua, unë po filloja të meditonja. Kush ma dërgoi këtë? Mos ishte dora e Zotit, që Zoti do të më mbajë, do që t'jetoj. Pastaj më kanë marrë dhe më kanë shuar në burgun e Tiranës. Burgu i Tiranës ishte, si të themi, një lloj testi, por ishte, të them, i shikonin, domethënë, këta të burgosur politik ishin mirë nga mendja sepse sistemi shiko çka kishte. Disa i dënonte dhe i nxirte, i demaskonte dhe i burgoste. Edhe s'dilin gjallë me ato që ashtu, shumë pak dilin. Kurse disa të tjerë përdorte një metodë që i thoshte që këta nuk kanë lajfitur, nuk kanë mirë nga mendja. Edhe i merrte me një komision mjekoligjor që po ata ishin, sigurimin e shtetit, dhe i quante të smur mendor këta, si ishin mirë nga mendja, edhe i mbyllën në psikiatri. Nëpërmjet kësaj i linjën të lirë. Mirë po, kush dilte nëpërmjet tyre, se ishte një kurë detyruar që do ta jepte më vonë ai, ishte një kosto shumë e rëndë. Po unë di një 2-3 që vajtën dhe humbën. Një 2 u çmendën dhe vdiqën ashtu nëpër psikiatri. Një tjetër u paralizua fare, asa njofun, po ka shumë dhe kur kam dëgjuar atë që jepte ato Fejziun, kur jepte ato misionet, pas ke qenë rreth 7.000 të përndjekur politik i kanë quajtur të smur mendor, sepse sistemi nuk donte disident, nuk donte kundërshtar, donte sa pak. Po ata kishin kundërvën. Unë kishin kundërvura në kuptimin pse prishe kishat, kthe ligjin, vendos kishat, vendos lirin e besimit. Nuk ata flisin ndoshta për lirin e pronës, punë e tyre. Unë flisem për lirin e besimit. Dhe ky person tani më çoi atje pastaj gjej një njeri të çuditshëm, një nga Delvina, një Panajot Buzuku, ai ka ndruar jetë tani, ka vite që ka ikur. Unë atëherë isha fare i ri, isha 22 vjeç, për 23 vjeç, ai ishte 50 vjeç, edhe sa po erdha unë, ai kur na futën atje, në shtret, më tha mua, nga je, më tha mua, thash nga Vlora. Për qa i e futur? Më falë që po të bëjta, po jam dashamirës ndaj teje. I thashun për besimin, se qarë ke vërë, kam bërë një letër, i thashun, në qeverisë. Dhe me ato i vendosur, prit ndalo, tha, ti qënge, tha, pra nej ti bëra këto pyetje. Unë, tha, kam patur mbrëm një vegim, ose një ëndër, që do vi një njëri edhe ti do ta marrësh në mbrojtje atë, që të mos vinja pre, se aty brenda kishte edhe spion, e të thoshin që ky bën kështu. Prandaj tha, nëse do ti të më dëgjosh mua, Zoti ka nevojë. Pse erdhe këtu? Këtu ka plot, bugjet janë plot, tha. Mund të ketë nevojë Zoti për ti të mbetesh jashtë, tha. Prandaj mos u bë kokë fort.
Do më dëgjosh mua. Ti mund të japësh kontribut më shumë jashtë, më tha mua, dhe kjo e vërtet që a i tha, doli më vonë, se sa këtu brënda. Prandaj do ndjekësh çfarë të them unë. Edhe a i më mësoj si duhet të vinja të doktorit, e ka i komisioni, si çfarë duhet i thosha të gjitha, pra ishte një lloj dinakrie. Nuk e mohonje Zotin, por një lloj dinakrie që përdori aty. Edhe ata këtë donjin që kishin të këtë shënim të këtij prokurorit të rrethit, sepse kishin potencën, kishin, edhe e vuri që ky me smundje mendore, ti themi dhe është i papërgjegjshëm, kështu kishin thënë ata. Për atë që ka bërë është i papërgjegjshëm. Prandaj detyrohet që të bëj një kur të detyrueshme nga ana e qeverisë, nga ana e gjykatës, po kur asgjësuese. Jo kur kështu, se kur s'do t'i nështrojsh, dilje gjallë, tjetër gjë pastaj. Mbas dëshmisë së protagonistit të këtij emisioni, Mihal Davidit, kërkuam dhe gjetëm vendimin e atërshëm të gjykatës së Vlorës për të pandeurin Mihal Davidi. Vendim në emër të popullit, Gjykata Popullore e Rrethit Vlorë, më 12/11/69 shërtoi në seancën gjyqësore me dyert të hapura çështjen penale numër 116 të aktit që i përket kërkesës së prokurorisë së Rrethit Vlorë, me objekt marrjen e masës së mjekimit të detyruar për Mihal Thoma Davidin dhe mbylljen e tij në një institucion mjekësor, konform nenit 197 të KPRP-s. Gjatë gjykimit të kësaj çështje u dëgjua dhe Mihal Thoma Davidi, i biri e Finos, i datëlindjes 19/12/1947, nga dhe banues në katonin Zhuk të Vlorës, pa profesion, beqar, me arsim 7 vjeçar, pa parti, i pa dënuar, fshatar i varfër, bujk i kooperuar, i arrestuar. Gjykata pasi shqyrtoi materialet e hetoesisë, provat e marra gjatë zhvillimit të gjyqit, pasi dëgjoi prokurorin i cili kërkoi që të vendoset mbyllja e Mihal Thoma Davidit në një institucion mjekësor për t'u nënshtruar mjekimit të detyruar, pasi dëgjoi mbrojtësin e Mihalit, këshilltarin juridik Hasan Lucin, i cili kërkoi mbylljen e Mihal Davidit për mjekim të detyruar vëren. Mihal Davidi, më 17/5/69, i ka adresuar një letër presidiumit të Kuvendit Popullor ku parashtron pikpamjet e tij armiqësore dhe agjiton kundër pushtetit popullor, duke u shprehur se barazia dhe drejtësia që nga ngrabitur, se tani që rruzulli toksor po i vinte fundi, nuk ka pikën e drejtësisë, që Perëndia ju ka dhënë njësh të gjithëve, e të tjera gjepura të tilla me karakter fetar, duke u shprehur me armiqësi dhe urrëtin ndaj udhëheqjes së urtë dhe të drejtë të partisë dhe të shtetit tonë, e të tjera e të tjera. Ky fakt rezulton nga letra në dorëshkrimin që gjendet në dosjen hetimore përkatëse, i cili i është nënshtruar ekspertimit grafologjik dhe është konstatuar se është shkruar nga Mihal Davidi, i cili ka shprehur në një masë të madhe influenca e pikpamjeve fetare që e kanë molepsur atë dhe shumë pikpamje armiqësore të natyrës që u përmendër më sipër. Në këto kushte, konstatohet se Mihal Davidi ka kryer krimin e agjitacionit dhe të propagandës kundër pushtetit popullor, parashikuar nga neni 73, pika e parë KP, por nga ekspertimi psikiatriko-ligjor, të cilit i është nënshtruar Mihal Davidi, Komisioni i ekspertëve, psikiatër, i përbërë prej mjekëve, kanë konstatuar se Mihal Davidi krimin e agjitacionit dhe propagandës e ka kryer nën influencën e sëmundjes psiqike të rëndë të skizofrenisë dhe duke qenë i papërgjegjshëm për veprimet e veta, mbasi nuk ka qenë i aftë që të kontrollojë dhe të udhëheqë drejt veprimet e veta gjatë kohës së kryerjes së krimit. Këto konstatime vlerësohen të drejta. Në këto kushte, në bazë të nenit 280 të KPP-s dhe nenit 7 të KP-s, çështja në ngarkim të Mihal Davidit duhet pushuar, por në të njëjtën kohë Komisioni i ekspertëve ka konstatuar se për këtë person është i nevojshëm marrja e masës mjekësore dhe shtrimi i tij në mjekim të detyruar në një institucion neuropsikiatrik. Natyrisht, Komisioni ekspert arrin në këtë konkluzion, duke u nisur nga qëllimi i parandalimit të veprave të tjera të rrezikshme për shoqërinë që mund të kryejë ky person dhe nga qëllimi i shërimit të tij.
Duke vlerësuar të bazuara këto konkluzione të komisionit të ekspertëve, gjykata çmon të domosdoshme që për Mihal Davidin të merret masa mjekësore e mjekimit të detyruar. Për këtë arsye, trupi gjykues në bazë të nenit 7.2 dhe në bazë të nenit 98.7 presje 280 të KPRP-s vendosi 1. Pushimin e çështjes penale numër 116 në ngarkim të Mihal Thoma Davidit, i cili ka kryer krimin e agjitacionit dhe propagandës kundër pushtetit popullor. Neni 73.1 KP, por duke qenë i papërgjegjshëm për shkak të sëmundjes psiqike të skizofrenisë. 2. Për të sëmurin Mihal Thoma Davidi të merret masa e mjekimit të detyruar në një institucion neuropsikiatrik. 3. Një kopje e këtij vendimi së bashku me kopjen e akt ekspertimit psikiatriko-ligjor t'i dërgohet seksionit shëndetësisë të rrethit të Vlorës për veprimet e ekzekutimit. Po për këtë qëllim, t'i dërgohet një kopje e këtij vendimi edhe degës së punëve të brendshme Vlorë. Kundër këtij vendimi mundet të bëhet ankim dhe protestë e veçuar pranë gjykatës së lartë brenda 3 ditëve. U shpall Vlorë 12/11/1969. Gjyqtari Ali Zanko. Çfarë ishte kura? Do bënje elektroshok. Do bënje, elektroshok dhe Pavlovit, do bënje insulin. Insulina është shkatëron gjithë qelizat, do më thënë të gjithë sheqernat në gjak, të lebosh, pasaj të pompojnë prapë të japin, mbasi je i vdekur, të japin ashtu sheqerna, të ta bjenë në nivelin e asaj, ashtu, ca me ampula, ca me sherbet, me sond, e të gjitha të tjera, kjo ishte. Edhe plus të tjera, kokra të tjera. Të është gjetër një mënyrë. E nese, kalova qandej, erdha në burgun e Vlorës, ndonja dhe të sako aty, më morën, më qonë atje. Gjithë kjo peripeci vajti një vit. Aty tani, shikonja shumë të sëmurë me të vërtet. Edhe shikonja se si më trajtonjën keq ata dinusmjekët e mjekët, edhe më vinte keq, po unë jepja ndonjë shenjë, por jo të dukshme, që të mos më fusin në atë turmën e tyre, sepse ti do vinje për të nërbuk, a i do fuste duart, nuk linte pjatë e ti dhe fuste duart në pjatët tënde, edhe sa mbetesh e pa ngrën. E kupton, në psikiatrinë e Vlorës përfundova unë. Mihal thash tani merr masat, po më kish porositur ky, zotëria. Sa më shumë zhduki ilaqet. Lutu Zotit që të mbroj nga ato që si bëndot. Mi merte, hape gojnë, thoshte i filme, hape gojnë, hop, ato kokrat, unë i mbanja nuk i përcilja, shkopi ujtë e qesma, vinja unë edhe atje, i mere hidhja në gryp të banjës, të gjitha. Nuk pinja nga, këto i kisha evituar të gjitha llojet e kokrave. Problemi si t'ja bënja elektroshokut, që ishe shkruar ajo terapia të gjitha, do merresh. Një të futur peshqirin në dhëmë, bamp, elektroshok i vdekur. Pastaj ditën tjetër të bënje një insulin. Një ditë elektroshok, një ditë insulin. Edhe, do thuash ti si i përballove këto. Kjo vazhdoi për 5-6 muaj, ti themi. Gjitha këto, goditjet, po ishte dora e Zotit, dora e Krishtit që më ruajti. Nuk më dëmtoi as mendjen, as këtë, as atë, biles ai që bënte elektroshok ishte një njeri kriminal, një njeri pamëshirshëm. Sa një infermieri i thash u detyrova se më futi në një situatë të vështirë, që mund dëmtosha dhe i thash dëgjoj këtu. I thash mos më trajtoj njësoj si këta. Ishe detyruar të thosha se do mërësh nga e vetën. I thash, po kur të dalim që këtu, i thash unë, edhe mua Zotit do më ruajt, i thuj qartë duesh, i ka raportohu po deshe. Por unë do të takohem në jetën civile, thash, dhe do të jap një kafe ty. Sepse gjenja dhe mënyrë se si të komunikonja, sepse ata të merin, të rrinë ata, njofton dhe disa të tjera atje, të shkonjën dru dhe ata. Edhe a i tha, pa, se prisja këtë tha, til këtejti tha. Pra, më mbrojti nga jo situata atje. Kështu, do me thënë, kryova një farë shoqërie të gjitha këto, por insulinës dhe
elektroshokët nuk u shma nga dot. Bile njëherë me insulin isha i vdekur, ishte një nga zona nga Bregdeti, një ortodokse, ajo kishte zotin të fshehur. Edhe mua më kishin bërë këtë në mëngjes në orën 8, kisha qenë i vdekur pa ndjenja, insulinën, edhe pastaj jam zgjuar në perëndim të diellit. E tha Mihal kur ajo rrinte aty që më shërbente, e tham se vdikje tha. E aq shumë sa unë nuk përmend që doktori, domethënë këto janë ato të fundit. Me majnë e gjilpërës, me ato gjitha më shponte thëmërën e këmbës. S'kisha ndjeshmëri. Thëmërën e këmbës bam, unë s'kisha ndjeshmëri fare. Më qëllonte, më bënte të gjitha, më ngrinjin dot i vdekur. Edhe unë erdha një jetë. E përballova edhe këtë situatë, kaloj, pastaj më nxorën, mirë po kur erdha pastaj, në vërtet mora lirin, po e mora me një kosto shumë të rëndë. Kur erdha në fshat, gjeta një atmosferë, të them vrasëse, një atmosferë luftë e klasave e ashpër, dhe më shikonin me një sy shumë të keq, dhe nuk kishin asë një lloj dëmshurie, aty dhe njerëzit e mi. Dhe për këtë më vinte akoma më shumë keq, që si këta njerëz që pak vite që kanë qenë të krishterë dhe një në kish, kanë pakzuar fëmijët, kryejnë misteret e gjitha, edhe si e mohon Zoti me njëherë këta dhe mua më urrejnë kaq shumë. Pse kjo atmosfera armiqësore ndaj meje, që është ndaj Zotit? E megjithatë unë e përballova këtë situatë, ajo vajza që kisha dashuruar më kishte braktisur, sa filloi që më përpara, dhe punonja në kooperativ, por nuk... Ndjeshe i veçuar të veçonin? Unë isha pothuajse i veçuar, por me punën time dhe mënyrën e tij fillonin që të hidhin kunja, por duke ditur që t'i kundërvisha në moment të evitonja, sepse mund të bësh edhe si një qesharak, ndaj opinionit, ndaj ne punojnë në brigata. I kisha dhe në reston dikujt një 2-3 kryesorëve, edhe i kisha kapur dhe veç, i kisha thënë, o qep gojnë, ose me mua, se nuk e arsye, se si e më i mirë ti nga mua, nuk e as mendjem shumë nga mua, nuk e as besim shumë nga mua. Edhe ti tallesh me mua, tallesh me besimin, se çfarë bëra? Çfarë i kam bërë? Kam bërë ndonjë të keqe ty familjes tënde? Këtij komuniteti këtu i kam bërë të keqe? Jo. Pse fola për Zotin? Edhe u qetësua, domethënë më shikonjen. Domethënë më trajtonjen, po nuk më trazonjen. As unë si trazonja, as ata. Unë vazhdonja atë jetën time, pastaj u hap shkolla e mesme, edhe unë fillova të vazhdojnë shkollën e mesme, natën e mbarova. Shiko çfarë bën Zoti tani. U njofa me një njeri, po një kushurire nënës, kushurire e parë, ti themi, edhe që mua më kishte nip, u ngrit në pozit, ishte nga këta shtyllajt, u bë sekretar e komitetit ekzekutiv, kishte në dorë arsimin e të gjitha. Edhe kjo ishte një plus për mua. Po edhe kisha edhe një 2 të tjerë që më ndihmuan aty, më nxorën shkollën e lartë, agronominë e përgjithshme, po çfarë rëndësi kishte, për mua ishte një ëndër e madhe. Deshi i ta prisi nëpërmjet instruktorëve të dërgojnë letra që ai ishte i persekutor, kështu si do marri ai ishte armik i klasës, këtë janë. Por u gjendën mënyra, gjeti Zoti mënyra, mekanizme të tilla që dhe instruktorët ikën, thanë që kjo punë është e mbyllur dhe me mënyra të ndryshme. Kisha dhe unë njerëz të tjerë këtu, pasaj që kur e panë që unë u ngrita, nuk isha ai njeri, por isha një njeri që do bësha një intelektual, po vazhdonja dhe shkollën e lartë, pa prit se ky që nga me mendje, nuk që nga pa mendje, ta trajtojmë. Dhe u futën këta gjithë të themi fare fisin, edhe më mbrojtën. Kështu që unë e vazhdova, mbarova shkollën dhe punuam, ja dolëm banë, krijon me familjen, të gjitha.